thuaj me qetësi, me besim dhe me mirënjohje të thellë, Elhamdulillah o Zot për mrekullitë që janë në ardhje. Për ato që i kam kërkuar me lutje, për ato që i kam harruar t'i kërkoj, dhe për ato që ti ke caktuar për mua, e që tash po më afrohen në mënyrën dhe kohën tënde të përsosur. O El Feta, o ti që hap dyert e mirësive, faleminderit që hap rrugë atje ku unë nuk shoh asnjë rrugë dalje. Unë heq dorë nga kontrolli dhe prehem në besim. Elhamdulillah që tani gjithçka po lëviz në favorin tim. Shpresa ime është e ankoruar tek ti, o burimi i qëndrueshmërisë ime. O El Hadi, udhëzuesi, ti që më udhëzon në rrugën e drejtë, o El Nasir, mbështetësi im, ti që më mbështet dhe më forcon në çdo hap. Elhamdulillah për mbështetjen dhe udhëzimin hyjnor. Ti më mjafton mua, o Er Rahman, o Er Rahim, mëshiruesi më i madh dhe mëshirëploti. Elhamdulillah për të gjithë bekimet që mi ke dhënë pa t'i kërkuar dhe për ato që janë në ardhje. Unë jam gati dhe pranoj me gjithë zemër e shpirt mrekullimet dhe bekimet e caktuara për mua. Amin.